Papa Francesco, i lindur si Jorge Mario Bergoglio, më 17 dhjetor 1936 në Buenos Aires, ka ndruar jetë ditën e sotme në moshën 88 vjeçare. Vdekja e tij pasoi një periudhë të gjatë sëmundje, duke përfshirë një pneumoni bilaterale që e mbajti të shtruar në spital për disa javë, rinia dhe arsimi. Papa Francesco lind në një familje italiane imigrante dhe në moshë të re, ju nënshtrua një operacioni për heqjen e një pjese të mushkrive për shkak të një infeksioni të rëndë. Fillimisht ai ndoqi shkollën teknike duke u diplomuar si teknik kimik. Në vitin 1958 vendosi të hyjë në noviciatin e shoqërisë Jezusit, jezuitët, në Villa Devoto të Buenos Airesit. Pas 3 vitesh ai studioi humanitetet në Santiago të Kilit dhe më pas filozofi në Buenos Aires. Nga viti 64 deri në 66 ai dha mësim në lëndët letërsi e psikologji në kolegje të ndryshme. Rruga drejt shërbesës kishërore. Në vitin 69 Bergoglio u shugurua si prift katolik dhe më pas u angazhua në mësimdhënie dhe formim shpirtëror. Në vitin 73 u emërua superior provincial i jezuitëve në Argjentinë. Më pas ai shërbeu si rektor i Fakultetit Filozofisë dhe Teologjisë të San Miguel deri në vitin 86. Në vitin 92 u shugurua si peshkop ndihmës i Buenos Airesit, duke u bërë më pas arkepeshkop i qytetit në vitin 98. Në vitin 2001 Papa Gjon Pali II e emëroi kardinal. Papa Francesco, më 13 mars 2013, pas dorëheqjes Papa Benediktit XVI, Bergoglio u zgjodh pap duke marrë emrin Francesco në nder të Shën Francesco të Asizit. Ai ishte papa i pari lindur jashtë Europës, si dhe i pari jezuit dhe i pari që mori emrin Francesco. Gjatë papatit të tij, ai u dallua për thjeshtësinë, për kushtimin ndaj të varfërve dhe angazhimin për drejtësi sociale. Ai promovoi reforma të brendshme në Vatikan, duke luftuar abuzimet seksuale dhe duke kërkuar më shumë transparencë, trashëgimia dhe vepra. Përmes enciklikës Laudato Si, Papa Francesco theksoi rëndësinë e kujdesit për mjedisin dhe luftën kundër ndryshimeve klimatike. Ai gjithashtu mbështeti të drejtat e emigrantëve dhe të komunitetit LGBTI, duke promovuar bashkëjetesën dhe respektin. Në vitin 2025 ai publikoi autobiografin Hope, ku ndau refleksione mbi jetën e tij, papatin dhe sfidat e kohës moderne. Papa Francesco do të mbahet mend si një lider shpirtëror që e drejtoi Kishën Katolike me një vizion të hapur, human dhe të angazhuar për të mirën e përbashkët.